podcast është vetëm për të rritur. Do të cilë Rama ujë 24 orë për të Rama të dorë. Tu ka qenë që s'ka pas ujë fare. Ne kënaqje me kaj dhe urojmë të dalë Jovelia sa më shpejt. Vetëm që letë vdes vetë milioni dali. Qose La Bubuja është e La Bubuja. Është e inspiruar, thot. Nga O Bubuja që ne kemi që themi kur trojmë, O Bubu. Vllai e shet motrën, sepse i fryn vesh xhandari. Vllai e shet motrën, xhandari, gruaja. Duhet drone helikopter, jo nuk është zjarr fikse jam thjesht unë duke ikur nga drama. Mbas një jave kaq stresuese, duhet të nisja pushimet sa më shpejt. Realisht nuk kisha nerva për me bë 3 orë rrugë me makinë, kështu që normalisht marr një helikopter. Në rastin konkret, ky person që po flisja unë, e kishte lënë gjithë pasurinë e prindërve të saj, e kishte lënë vllait saj. Nëse jeta të ka mbushur dhe ke nevojë të shfryesh, atëherë na shkruaj që të bësh pjesë podcastit dhe të rrëfesh edhe me kanë podcastin tënd dhe mbasi gjen vetvete. Sa buqe shkruan. Ky podcast mundsohet nga absolutisht askush, por mund mundsohet nga ty, nëse do të reklamosh biznesin tënd në podcastin më të mirë në planet. Na kontakto se ne na kontakto qiera. Moram psychiçive. Na kontakto se nuk ka fshëm. Nuk di me shkruaj. Nëse mesazhi erdhi. Regjistrimi filloi, Lucifer. Gëzuar. Hape regjistratorin. Hape më rekordmenin. Hape futu mrena. Si ke Se kanë? filloi podcasti. Podcasti. Si keni do të jemi. Filloi podcasti. A keni tan mira? Tan mirë kena kredi. Si ke Sa qenë? bukur fillojnë me A fjalinë dhe mbyllim me A. A keni tan një A? Po kur bëhet aja në gegnisht, kur vësh aja e dytë, ishet pikë pyetje. Ti e kupton që është pikë pyetje, ti mund të thosh dhive A, tak i fut A nxjerr se ke vënë pikë pyetje në atë plan. Nuk ka nevojë të bësh Si ato donacione. spanjollët që i vënë pikë pyetjen para dhe mrapa, ëh, që ta kuptosh si që është pyetje. Po, që se janë shumë budalli, nuk e kuptojmë, kanë shumë vështirë dhe Se kuptoj. po. Ta marrësh Dhe ne- donacionin që fillim. Ne vëmë dhe an edhe me pikë Çka ka Spanja para nesh? nga veriu, po Apo. drejt, shumë drejt. Ato latinët po kanë ato. Latino americano. Çfarë bëhet? Hyna në rol. Unë mirë, mirë. Më ka ndërguar video pa fund, që ca i kam gjetë vetë, ca mi ka ndërguar. Po sot do jetë një podcast i veçantë. Në fund kam një pyetje për ju të gjithë. Përpara se të fillojmë me kjo pyetje, përndërëm Luciferin që është pjesë e këtij podcasti për të disatën herë. Po. Dhe vazhdojmë tani me një Dorëkitje. Dorëkitje. Throkas. Do të thrakitje, nëse. Le të shohim një video që ka marr. Tu është Plago, një djalosh Plago që është një podcast i ftuar dhe po flet. Ky djalosh i bën kështu intervista gjëra, apo? Nuk e di. Thon, më ka shkruar që është profesor mbi gjitha. Kështu që nuk e di. Gjë. Kok. Po normali kok me Plago ka. Kokë kam. Qa nuk bliet me para, me dashur, bliet me më shumë para. Ti shikosh televizionet e kombëtare, Ke shprehësh për çik shablona, që nuk blidhe me para, blidhe me shumë para. Do të çdo gjë blidh me para. Pra, Çdo për fjalë, çdo njeri është i shitur. Kjo është ideja e kësaj. Domethënë që nuk ka njeri që i thotë jo, sepse ata do të mulojnë me para dhe ti në moment do thyer sepse secili nga ne ka një çmim, apo jo. Po ti thua jo, por ai sill më shumë para. Ai mulon me një pallat para. Po, Ti thua jo, 2 pallate. 2 pallate. Një lagje me para, po pastaj kur Po pastaj nuk i thua dot më jo se nuk del dot më nga parat. Po, E se kupton? s'lene. Të ka mbyll gojën e. Drejt, shumë drejt. Nëse Ka varros me para. varrosi. po të gjithë ylberisa, ma. Po pse kështu pra? Po sepse marrin 10 milionë euro në vit. Gjithë televizionet janë bërë dylberista, thotë. Ka fjalën për gay. Si shive të qartë, nuk është se i ka shumë qef, lekë vetëm Plago, me sa më marrën vesh. I paguan Sorosi këto Po, besoj. besoj Sorosi patjetër që po, që në 10 milionë euro thotë jepet televizion shqiptar Plago. Nuk e di se ku gjen këtë informacion. Se do doja shumë të dija gjithë 10 milionë euro që merren në televizion shqiptar. Çdo televizion besoj apo jo. Gjithë televizion Apo tek. të gjitha në total. Nuk e di se kam detaj Nuk e di. kontratë. Nuk e di. Ti si Marrin profesor 10 milionë euro Plago. Dava profet. Tani do thosh ti, po këto janë buzëqira që i marrin këto 10 milionë euro dhe japin, domethënë hapësirë LGBT-s, ky është problemi më i madh, e kupton? Tani shumë çfarë mendon ky zotria? Janë në rregull, pa hajt. Ka është akoma këtu te podcastit ty 10 milionë euro në vit ma promovo çik transgenderizimin e qenit.
Jo, nuk do ta bëja. A kupton? Më pëlqeu dhe përgjigj saj. Jo, nuk do ta bëja për 10 milionë. Po të mora ty këtu me 10.000 lekë. Po, nuk do ta bëja kur merja 10 milionë euro për të për të provuar. Jo, për treguar, jo. Fare, unë them profesor që nëse ta vim më shumë para, okay, mund të flasi, po 10 milionë. Çfarë janë 10 milionë? Duhet minimumi 50 besoj, sa e Çfarë janë 10 milionë euro? Po podcastin sa ka shihur? Sa e kemi ne? Sa do na japin ne që të bëjmë këtë gjë? Ne kemi 1 milion euro. 1 milion? Ne në plagë jemi, po, jemi më të lirë edhe kur. Domethënë më idiotë, më ignorantë të drejtë. Ora ne 100.000 euro po ta mendosh edhe i marrim apo si marrim. Ora aq ignorant jemi sa që mund të bëjmë edhe ne diell me një marrëveshje tipi të i themi milion edhe përfundojmë me 100.000. Po. Aq smarrë. Madje edhe 10.000 euro, po tash që të flasim tamam. Ora 10.000 euro. Kushti i fal 10.000 euro apo jo? Ora si jep njëri më profet. Nuk i jep njëri. Ne si kemi që si kemi në jetën tonë 10.000 euro. Kështu ne i marrim tani dhe problemi madh se bëjmë sa reklamë drejt. Po, normal, pse reklama do bëjmë, Ky podcasti nuk bëhet llaf me marr 10 milionë, s'po llaf. Po ky çoni ka podcast të tij, se është i ftuar në një podcast, po ka dhe podcast të tij, kështu që. Imagjinoni ky podcasti që e ka ftuar, kjo gota po thotë, unë 10 milionë euro nuk e bëj dot. Po ky vetë e bën? Gjë. Në momentin që do të vinte, do dilet e ti gash shikoj se Jo, euro të bëjnë mendosh ndryshe. Jo, pse ti do ta bëje po të vinte njëri me 10 milionë euro? Për 10 milionë euro? Po të betojnë do ta kisha bërë, po e bën gjithë pse mos ta. E kupton, pra ky do të sapo tregoj që të gjithë janë byllshira, dhe në fund sapo vërtetoj flakë që edhe ky si idealist si po fliste, nuk është idealist, ky thjesht do paratë, por ti vjen natë që të gjithë marrin 10 milionë euro. Se s'vin nga unë, thonë. Dhe ky ishte shumë kundra transgenderizmit të qenit, si shtado. Unë e modhe profeton. Po pa pritur, e ka thjesht problemin e ka se si vin këtij, se ti vin këtij lekët. Është si puna e tij që financoi nga Soros, si ai që është dhe ndoshta i pëlqyer këtij se ka pasur podcast. Si ka pasur avokati flaka? Altin Goxha. Gjela. Altin Goxha i flako ka pasur lek nga Sorosi. Tash Sorosi si jep më lekë flako dhe është bërë kundra Sorosit, e kupton? Është thjesht shumë funksionon. Sistemi është interesant. Edhe zotëria këtu sapo tha me 10 milionë. Po, ky 10 milionë do ky o plagu dhe ky në rregull e bën gjithë çfarë duan ti të bëj, domun eksaktësisht çfarë ky sot është kundra, është gati ta bëjë plak. E kupton? S'ka gjë më të bukur. Shumë mirë. S'ka gjë. Shpresojmë që Sorosi njerëz me kollonë, po, ta dëgjoj Sorosi këtë gjë. Kjo gota ndërkohë ishte është dëgjuese podcast. Sorosi të vdekë për vetë që do të dëgjoj këto kaliqe në krevat të vdekë, edhe në shtëpi. Po, drejt, shumë drejt. Nisa. E kupton? Pra ky është gjithë ide. Nisa, interesante. Bravo profesori, bravo. Po, tash kemi një video tjetër plago. Të një personi plago që unë nuk do ta bëja për 10 milionë euro. Ajo tjetra ndërkohë. Çfarë? Nisa. Do të thënë që mandatet do vazhdojmë t'ja japim, por që ujin nuk do kemi nisë. Neve jemi me Edi Ramës. E kupton, pra i kanë hequr ujin plako dhe gazetari tani është duke munduar të nxjerrë pak sens ndaj. Që ujë s'keni, po prapë votën jep me Edi Ramës. Gjë. Po do të japim me Edi Ramës. Tjetë bota dhe kështu që nuk ndryshojmë. Po mirë që jemi e Ramën, por ti do të cilë Rama ujin 24 orë për të jemi në dorë. Pastaj ne kemi qenë mizerje fare, këtu unë kam 30 vjetë kjo lagja. Tu ka qenë që s'ka pasu i fare. Ne kënaqe me kaj dhe urojmë të dalë i veria sa më shpejt. Jemi të kënaqur. Pse more se si dua do ta blej ujin, po Erioni dali nga burri. Do ta blej ujin thotë flako, vetëm Erioni dali nga burri. Jo, s'ka dali Erioni. Po të dalë ujë do të blejmë, lek kemi, nuk po çat jemi për lek. Ujë s'kemi, po lek kemi vlen. Po tu s'ka pas kokër ujë. E tani kemi ujë një herë në muaj. E kupton çfarë mrekulli? Madje është sa interesante vlen. I heqim gjithë kanalizimet, tubacionet e ujit që ka qyteti, sa është në fundim është arxhim, hap kanalin e fut tuba, merr ujë nga bovilla, filtroje. Po, ka vaja jam me siçi don apo jo? Po, pse ta arxhojmë gjithë ato lek në këtë formë? Të hapim tuba, të hapim në rrugët kot plagë shtro, vaj kahën, ku realisht në thjesht blejmë ujë vlen. Apo jo? Kur më jep mua ato 10.000 lekë, por më jep bashkëri. Se për shembull do të lash ti ndush vlen. Ke një tip xhamadani. Jo për të lamë profet. Jo për të la profet. Damigjani gote por. Xhamadani via. Bravo. Ki një xhamadan via e mush me ujë plagë. Dhe ç'a bën? Damigjani via kemi bukur më. Po Damigjani është jo fjalë diskutohet. Se këto mos ku ti jet via. Ja Kosova ja Shqipëria. Nice. Tashi supozo plagë që ti vetë tani blen ujë me shishe dhe ja hodh aty.
edhe lahesh. Nuk është se ka apo jo. Heqim gjithë tubacionet kate bla. Do të gjithë ajo. Ora slash për fare, ke ujë thjesht si më thon me pas. Po, që mos vdek, se vdek. Domethënë që se shkon për shembull në qytet nesër edhe nuk të bullizojnë dot. Domethënë ke ujë të piljoni? Po kam thotë. Po normal që kam. Kam 2 golin në shtëpi dhe 1 makinë. Kam shumë ujë. Është mirë. Edhe forta plagu e mirë është se tubacionet i dis janë. Në një moment tubacioni fillon rrjedh, bë përmbytje. Pse duhet të kesh shumë probleme? Merr ato kolit me ujë me shishe plastike ke gjithë. Po ato tubat e ndryshkur profetë që janë vetëm kancer janë ato. Kancer për kancer. Lëra ma. Lërë se jemi mirë kështu si që jemi. Jemi shumë mirë. Ishin i farë biles. O zonjë lavë, futin e i dur se vjenë në qekerë. Ese, jemi shumë mirë. Shkëruj vetëm që detë blez vetë milion i dali. Me dira ma tje sa t'je mu gjallë. Pasaj beqat bet. I mollë parë. Do thënë, vletë vdesim thot vetëm Erioni dali. Edi Rama thot sa t'je mu gjallë. Me i mirë. Dhe s'po marrin vesh, do vdesësh ti që dali Erioni, apo do rish tjetër Edi Rama sa t'jesh ti gjas. Po marrin vesh. Në më thënë, lëri pa buke pa ujë, nuk ka rëndësi, kupton. Po. A i ka ndra me një, dhe ja botën ati, pëse a ish me i mirë, si ka bërë qytetit ne. Po qatë. Po ti vetë, ke ujë e bukë? Tu vetë, shko, te kjo lagje, vetëm ujë mungon. Se realisht, dhe që tjetër shtu, shqip parkon, shqipi rrugë të pastruar, shqipi dhe qenë. Drita djerësikin si herë. Lesi? Internetin, e kemi dhe internetin shpi. Kemi kompjuterin, Pentium 4, për toj sala Pentium 4 atërës në e solid. Internetin e muzikë kemi, se vën gocat kemi WhatsApp, kemi Instagram, kemi gjithë. TikTok. Po, gjinaf më qa për zotin. Shumë gjinaf, plakë. Bukës kemi. Gjo. Po, bukës kemi se e bëjmë vetë, nuk është se e blejmë, këton. Jo, se bot me ujë e mundë, nga që s'kemi ujë e boshin vetë në pak. Bëjmë me ujë gazuar. Po, më, ju. Aqua gazata, aqua gagarela. Gagarela. Gjo. Ujë qëndroni. Po ujë farë të jetë. O vrama të jetë. Ujë 24 orë nuk kemi, po ma vinë me orar. Çfarë orarë shu vinë? Për shembull, në mëngjes vinë orën 5:10 në mëngjes, shpejtë. Pas ditën na vinë në drek na vinë orën 12 dhe në darkë në orën 7. Është i mjaftueshëm ky ujë që vjen tani në verë. Tani ndoshta s'është i mjaftueshëm, po mundohemi. Ky ujë është i pastër, i konsumueshëm. Unë e blej ujin. Po të ujin që vjen. Po çfarë konsumoj? E konsumoj thjesht për të larë rrobat, e konsumoj tu la në një pjatë në gjep, po jo se është nuk e pim. Do me thënë, ti pagun edhe faturën e ujë që të vjen, edhe faturën e ujë që blen. Atje isha. Do me thënë që atje që të paguj. Atje isha, do se pia dhe ujnë. Atje është dhe ujnë lajmë robat në i pjatë. Ajo ujë s'përdoret ma jeshtë plerë komplet. Por, në te orare do plaka kjeti të ronë këtë zonjën e dhe rume të qohet në ora 5 e mjesit. Dhe mu shkovat, se zonjës pas ka depozit në shpi, se pak të kërpasish avanconë shikrobi, vejt depozitës, qohet më nga gjumi. Po nese, zonjën në qeka vetë vjetërën. Nese, nisemi plako në lidhemi direkt me një profesor në universitetin e mrekullueshëm të Delvinës. Kuja? Delvinës, ja. Anglezët urës i thonë, e shkrojnë kështu, i thonë bridge. Anglezët urës plako i thonë bridge, e kupton? Po, deri këtu jemi okay. Po, shumë rregull. I thonë urës bridge. Po qa është ura, këtu kemi në prerje një lumë, edhe kjo është ura të themi këtu. Këtu janë 2 brigje. Pra, ura lidh 2 brigje, plako, si pas ti, se kalon lumi poshtë, një brekte, 2 brigje, e kupton? Po se nuk ka 2 brigje. Ose diçka e ditë, po e ka vetë 2 brigje për nesë. 2 brigje. Ja ku doli fjala shqipe. Brigje. Por tash edhe qesh vetë në kohë që është duke bërë. Me ka ligje që është pikturori vetë, vdes. Po është thjesht më burrë, brigje, bridges, brigje. E kupton, ata nuk e thonë të gjën, e kupton, dhe thonë gjë si këto nga veriu, thonë bridge. Po pra bridge. Bridge. E shkova ke bridge, ka lëva ure. Po kalova që 2 brigje aty, 2 brigje të vogla, po më normal. Nice, interesant, gjë, s'ka marrë. Cambridge, kemi brigje. Po Universiteti Cambridge, plako është universiteti që ka brigje. Kemi brigje, po. Vazhdon Karlita, dhe nuk ka fund.
Jo, plak, nuk është Karlik, nuk e di, nëse. Kemi rigje. Po për njerëzit mos besu se ty Karliq janë këto. Po, nuk janë Karliq. Haq kam. Po, e ke dëgjuar plako tani trendin e mrekullueshëm të që s'ka ngel njeri pa bler përveç meje, normalisht dhe teje, që është Labubu Dolls. Ke pato Labubu Dolls plako? Çfarë do? Kukullat Labubu që janë kështu si një bëj Google tani, Labubu Doll. Labubu plako janë një ca gjëra kështu që ti i blen një kuti dhe nuk e di ç'do të bjerë brenda, ç'a ngjyre si do jetë, po do jetë kështu si një kukull që bën kështu si një djalë i vogël, domethënë bën për të qeshur gjatë. Kanë dhëmbët jashtë si. Ama të miku interneti më. Ku di ku interneti më? Bëj më Google Labubu Dolls tash më. Oh, po tani bash, okay. Po, Labubu Dolls plako, këto janë, do në gjithë i blejnë dhe ti nuk e di ç'a të bie brenda, mund të bie roz, mund të bie kuqe dhe mund të jetë duke do me nerva ose duke ndjerë. Po. Nëse tani ka një gjë për të thënë një ekspert i kishës ortodokse. Qose Labubuja është e inspiruar. Labubuja. Është e inspiruar, thotë. Nga Obubuja që ne kemi, që themi kur trëmim, Obubu. Qose është e inspiruar? Nga demonologjia. Demonologjia. Po ku tjetër kur çdo gjë aty lidhet. Aty lidhet në plak çdo gjë. E errësira. Bravo. Sorosi, Biden këto. Nëse, ja. Nuk është thjesht një kukull. Është një objekt ritual që e përdorin energjitë o padukshme, demonët që futen te këto objekte dhe transmetohen tek njerëzit. Çdo këto. Pra, e ka shumë të vështirë demoni plako që thjesht shkoj ke njeriu, se çfarë bën, futet ke kukulla dhe pastaj transmetohet ke njeriu. Edhe rri aty. Po, pra ti e blen kukullën dhe ajo del tasi në shtëpinë tënde dhe tha aty dhe të gjithë bashkë. Por problemi është pse nuk vjen direkt ai, shpjegoj. Pse duhet futet ke kukulla të presi aty në kuti. E po se zakonisht duhet je hapësh derën. Ka ca gjëra që si diti për pse e ignorant. Po, s'le dera jashtë në shtëpi. Po. A deri ke pragu. Aty ke derën që sa dali ai mjesi, sepse del babi me nuk futet dot. S'le babi po çfarë? Domethënë duhet ta futesh ti me vullnetin tënd apo. Po ke pa dashje, pra ne futet ke objekte për vetë. Ti fol me ekspertizë madhe. Çfarë po shpik? Tamam do fol si një ekspert i kishës ortodokse. Nëse, Ti do fol tamam si një ekspert i kishës ortodokse po thonë. Mi ke prap. Po i kam mos është interneti cop, më ti. Ke fut në Labubu. Zoti ma. Labubu. Po, gjë. Labubu. Ne njohim të në teologji që frymrat kundërshtare, shpirtrat, futen në objekte që njerëzit ja u personalizojnë atyre dhe qëndrojnë te ato objekte dhe si të bashkohen me njerëzit. Dhe çfarë do të njerëzve që marrin? Tek Labubuja tani, kemi thjesht një personazh demoniak. Atje nuk është kaq e thjesht. Një demon është futur atje. Ky demoni tani që vjen tek i personi si i rritur, si i ri, si fëmijë, ndikon. Prandaj dhe këto probleme psikologjike deri në çmendurira nuk janë kaq të thjeshta, nuk bëhen vjet për trendin. Për probleme psikologjike vikan nga këto lërat dhe këto labu. Nga lodrat që marrin në demonin. Po nëse lodra është Jezu Krishti, po në formë lodra është një kukull. A mund lejohet? Po nuk e di a futet dot. Futet dot jo. Po ja se kena mbyll gjithë vrimat, s'ka ku futet. Jo, nuk futet se ngja keq. Edhe për këtë nuk futet. Ne vras futet. Po kështu futet. Po nuk e themi do që futet se ngja. Ju bëj sigurt. Shumë vërtet. Ajo shpreh atë energji që mbar, që merr. Ja, për të plotësuar Miron, një koment nga një nën shqiptare që kam parë personalisht në rrjetet sociale, ka qenë që sa e kanë futur këtë kukull në shtëpi, më kanë ecur gjërat shumë tërës dhe gazetari që ndihmon shumë situatën. Ç'është kjo? Gazetari. Gazetari në Majo, edhe një nën që kishte shkruar sa ka futur lodrën, më ka hedh vetëm tërës. Sa i futa lodrën nonës, vetëm tërës nga shku. Apo s'është kjo? Sa i futa lodrën kalamonit, do të shive si është. Si jetën qiqe. Jetë në divani. Po, kërcen. Është kjo rastësi? Nuk është, për mua nuk është rastësi. Sepse ne njohim këtë fushë, pra atë fushën e... Për mua nuk është rastësi. Ne njohim këtë fushë. Po. Edhe unë besoj gjithë në fund. Shumë kompetent i erë, që komplet i erë kështu. Shumë. Dukshme. Do thotë që duhet pasur kujdes në objekte të cilat ne mbajmë. Në qoftë se këto objekte kthehen në illuj,
Dhe atëherë bën një zot i rrem, po nuk është thjesht një zot i rrem, është vendi ku qëndrojnë demonët. Dhe këto ndikojnë në psikën. Shumë sa labubuja shitur në përbot i bie që është një koloni e madhe. Sot kemi një shoqëri të demonizuar, mos harro. Sepse Mos harroni. Mos harro këtë. Se harroni ju. Mos harro këtë se ne kemi një shoqëri të demonizuar. Kush është ky zotëria? Më çam majnë. Ky është plagu, prandaj shumë shpesh kemi diskutuar edhe herë tjera, është pak a shumë si hoxha për muslimanët, ky është për ortodoksët. Është një teolog me deme. Ky thotë që është teolog, nuk e di se kam parë kredencialet. Po, nice. Interesante, pra labubu qëndroni larg, e di që janë të lezetshme, janë të bukura, e di që ka dalë trendi dhe trendi nuk i shpëtoni dot sepse jeni njerëz që vdisni për trende. Por vërtet është të qëndroni larg, se siç e shihni vetë, larg bubuja. Ka dhe fjala vet, ëh. Po ju nuk doni ta besoni. Po ju nuk harroni ju, domethënë. Po ju doni ta keni vetë brenda dhe si pasojë mblini. Po mos e keni brenda, leni jashtë. Nice, tjetër. E ti plak kush është ndryshimi midis vllajt dhe motrës? Ta e di se them dot tani se është. Me vërtet? Koha që na dëgjojnë këta, po e di. E dëgjoj. Nuk besoj se ti e di. Vllajta konsideroj. E shet motrën, sepse i fryn vesh xhandari. Vllai e shet motrën, xhandari, gruaja. Duke që kjo e pas ka mirë marrëdhënie me gruan e vllajt. Vllai e shet motrën, se i fryn vesh. Mos i fryn vendi tjetër, jam vesh, i fryn vesh. Xhandari, po. Gruaja i fryn vesh. Edhe ndodh. Po motra? Jo. Ndërsa motra nuk e shet kur vëllain tek burri saj. Nuk e shet, po e blen. Do ka me fjalë. Mos i thonë për vetë që të bëhen viral. Vetëm kaq. Nuk po përdasin dot kjo. Viral apo jo, po nuk e di çfarë shpreh, nuk e di ku qëndron gjithë ideja kësaj, nuk e di. Ja ta gjejmë në fund. S'ka një kthesë. Dini pse? Sepse qenia motër ka lindur gjithmonë besnike për e di pse ti kujton se kjo ka për një studim ose ka hyrë diku për të gjithë. Sepse qenia motër ka lindur që ti je gjithmonë besnike ndaj vllajit sipas saj. Po pse thotë qenia? Po nuk ka një modë që ka futur një vllaj, nuk ndodh. Nuk ndodh. Nuk ka edhe ato që në filma, në këto serialet që duhet filmat janë fantashkencë, diskutojnë. Duhet ai regjisorit bëjë një çik kështu si. Po ta bëj çik drama buja, një motër që do të shes vllajin, ças ka shans. Edhe dio, bubuja. E ke parasysh të kur thoshim shumë që babai i vajtë thoshte ne këto ndodhin vetëm filma dhe realisht në filma ndodhin, e kupton? Po këto s'ndodhin në jetë reale apo jo? Asnjëherë, vetëm në filma. Po, edhe në Shqipëri 15 ditët e fundit pa fund sepse ka mundsi. Anyway, gjë. Vllajin e saj. Ajo s'ka për ta tradhtuar kur atë dhe sikur me keq i botës të jetë, ajo gjithmonë ka për ta majtë në zemër. Ka për ta majtë në zemër, Nice. Tash i varet, se nëse është një situatë shumë të keqe, mund ta tradhtoj, po them unë. Çfarë do të tradhtoj nga vllai, nga motra? Në filma domethënë, në filma. Kush është Vilma? Profet. Profet, ai pjata më. Ai pjata videon e saj, Francesca Moratit. Me helikopter? Ua sa e vështirë më. Pse më plako? S'pëlqeu? Nuk pëlqeu ty video e Francesca Moratit? Jo, e gjendo të ke gati, apo se gjendo? Unë nuk kem shumë gjona gati, po këteve sa duhet se pas kom gati. E për si mund të ajo plako të bëhet nëse më antipatike se që është dhe nuk vedi. Francesca Plago është thjesht një njerëz që kërkon domethënë i bën kashillik popullit më të varfër në Europë, kaq. Ti edhe kaq mendo. Besoj se edhe plakën i kanë vënë vetë shtëpisë, dhe mori plak shtëpia më. Po jo, ishin qenë tha se dolin në intervista kështu që kishin qenë ca edhe ato punime që po bën shtëpisë, po edhe i morën dok, edhe ata kishin dhënë zjarr aty në balkon. Kështu nuk është ishte zjarr tamam. Si ishte, s'kishte asgjë gjë, kishte ju tek atyre punëtorëve me bëj zgar aty në moment i kishte më për. Ja ku kam videon. Nëse dëgjuhet zhurmë helikopter, jo nuk është zjarr fikse jam thjesht unë duke ikur nga drama. Mbas një jave kaq stresuese, duhet të nisja pushimet sa më shpejt. Realisht nuk kisha nerva për me bë 3 orë rrugë me makinë, kështu që normalisht marr një helikopter. Te fundjavën e
normalisht mora një helikopter, pra është një gjë normale do ngjahet, unë e bëj këtë çdo javë. Normalisht është një helikopter. Por tonë të plaku për të udhëtuar 3 orë, bërë, kupton ti? Sepse kishte stresuar shumë gjatë javës, se ka streset njeriu. Nuk mund pres do trafikun 3 orë. Po jo, kështu që mora një helikopter, do që është forma më e mirë. Si që ke vërre, gjithë ma ashtu thëjnë, edhe Kobe Bryant, ma me Kobe? Kobe, fix stadi Kobe dhe shdekja. Wow. Iku Kobe, edhe kush ka vdek tjetër me? Nejse, kjo është Francesca Plaka. Nuk është për diqi ropë këtyre, po? Po, i bëndë restoranteve në një kështu. Po, se unë hajë vetëm të moja, unë vishim vetëm kështu, unë helikopter. Kemi dhe këtë Plako në... Kush ka një timi, mes? Kemi dhe këtë video të një Plako, që se lërgoj me Francesca Plako është thjesht shumë e pasur dhe ne kemi qef të shohim video dhe saj. Shumë e pasur. Tashi, kjo një video vjen nga, më duhet nga Kosova, qovim. Mua si pyesëm studentët e departamentit Banka Financa se nëse do kishin pas 100.000 euro, ku do vendosin me investu? Departamenti Banka Financa, dëgjoj. Banka Financa. Apo do i kishin deponu në bank? Pra që do bëri me 100.000 euro? Do i kishin investu, apo do i kishin deponu në bank? Deponu, nese. Okay? Deponu mrena, direkt, dëgjoj. Unë do të depozitoja aparat në bank. Unë do të investoja në pasuri të palushme. Unë do të zhvilloj direktisht. Unë do të investoj në kripto. Në më nishë vetë një djale do investote në kripto. Nuk se kanë asë fantazi, nuk dina si gjë, plako. Do vetëm lekt shpejt, lekt sot. Qa është hot tani, normale. Kurse gotat e pe, njëra i lindë në bank, që së është gjë me zjutë normalisht, se në bank ato humbi vlerën çdo me inflacion çdo vit. Njëra tha në pasurit paluajtshme që okay. Kripto, po tjetër? Unë do të investoja në fonde investiva. Këtë investoja në fonde investimi që është ndoshta gjë shumë e mirë. Unë do të investoja në obligacione, sepse janë më të sigurta. Obligacione? Si mund të investosh në obligacione apo obligacione, çfarë thamë? Obligacione, se di. Tha në obligacione. Kanë ato termat e çuditshëm. Po, Tama? Jo, kaq, këto ishin. Ti për që më plako, që do bëjë me 100.000 euro? Që do të ne hapi për atë televizioni për të shpërndalë LGBT-n, që tha ai shpendi? Po, nëse do të kisha 100.000 euro, do më jepshin nesër. Do krijoja një kështu plako, një vend vetëm për neve. Gjëja e parë do bëja thoya, barekarin familjes, barekarin grus gjithë. Do kujdesi vetëm për veten time. Do bëja një kanal vetëm për ne për foto. Kanale televizive? Radio? Mase radio, mase televiziv, mase ke parasysh Maserati, çfarë ishte Maserati? Apo Maserati, mase Ferrari, mase Bugatti. Do të investoja gjitha për veto në kanalin ton të ri. Kripto. Ku të gjithë kishin një zë për të fol. Nuk pëlqen më televizion për vende, do dua një gjë të vërtetë kur. Na një herë plako, me të drejtën, kemi folë herë në fakt. Ja, kjo që të bësh një portal, kjo është një ide biznesi që neve nuk donim tash ndani, po se ndajmë ju sot. Kështu që ju na falenderoni në komente. Tash bënim shumë një televizion plako ose një gjë ku në mënyrë të pavarur gazetarë të ndryshëm thjesht të transmetonin lajmet e tyre. Kjo pasojë se për shembull sot ajo varet nga editori, varet nga menaxheri, varet nga televizioni. Për shembull, nëse ti punon për klanin dhe klani është pro PS, supozojmë, dhe ti do të postosh një lajm kundër PS, ata nuk do të lejnë, supozojmë. Ose siç sot shpendi ka marrë 10 milionë euro, e kupton? Për LGBT-n dhe ti nuk mund të flasësh keq, supozojmë. Tani, mendoj një program ku ti thjesht poston aty pa lejen e askujt. Po mendo sa lum mund të bëhet. Mendo sa njerëz do postojnë kod aty. Po ja, shikoj, pra ne duhet një person që të filtroj. I kontrolloj. Do të marrë atë rrjedhën, nëse mbase se merr rrjedhën fare dhe bëhet një lum i ri, e kupton, një TikTok i ri për shqiptarët. Po një lum shumë i keq, është se i bëj pasaj po do të ketë një mënyrë filtrimit të individëve, se lajmi ti se filtron dot se ti bie që të bësh vetëm investigimet, po fillove të bësh vetëm investigimet varkanë, ç'është ideja gjithsej. Mos e smerresh me lajme. Pse do të merresh me lajme? Lajme ka boll, Besoj se çdo shqiptar që ka një bindje politike, hap stacionet ku japin dhe ushqejnë atë bindje të individëve dhe vazhdojnë, e kupton? Po aty shohin lajmet. Nuk është ndryshojnë ti vit sa mirë e boni Sala apo sa mirë e boni Tirana. Këto mohabet kanë. Po ti profeto s'ke lidhje me lajmet, se lajme ka boll.
Nuk e jeta është qef që ku t'i gjohën qarë them, qas po thonë aty, ka marrë dhe në muhabeti. Qa vine telefonata për fat? Ti kërë do të bëhem mision e bashkimit mjetit. Më vene mision e bashkimit. Në 7.000 sigur, lexoti gazetë përse merrshin për probleme, jo për skalon ujë. Jo këto. Njerëz që vinë, tregojnë historitë e tyre, siç ne i bëjmë. Them drejtën, kam pas shumë roqe më kanë shkruar për të bërë pjesë e podcastit sërish siç kemi bërë dikur. Dhe neve kemi shumë qef realisht, po thjesht ka qenë koha e papërshtatshme në kohët e fundit, sepse neve ju themi juve në moment fundit dhe fatkeqësisht kjo s'është e drejta as për ju, por edhe juve nuk bëheni dot gjithmonë kur ne bëhemi. Duhen 3 mendje të bashkohen. Por do ndodh, nuk do humbim shpresat. Ç'do bëhet me 100 euro? Po me 100 euro? Nuk e di, borxhet i kemi shumë dhaja, nuk është se na ndihmon dot. 100.000 euro. Çfarë mund të bësh me 100.000 euro? Do blija një bend sa magë, se 63. Se 63, ta merja shënditja aty nga vllogu. Kaqe? Ka lezet të kejen. Po pse kanë mani shqiptarët për shkakun që pjesa më e madhe, kur i marrin një tuftë të madhe lekësh, zakonisht ja gjejnë kollaj vendin. Për shembull, ishte një Benz, një lokal me qera, që nuk është gjë e keqe, por shoh tipit shpejt ose kam vendosur plakë këtë do ta bëj valesër. Plakë në statistikat e fundit që kisha parë në njerëz që fitonin llotarinë në Amerikën Veriore, shumica e njerëzve i harxhonin pothuajse të gjitha lekët prapë, shkonin prapë te ku ishin, sepse bënin 2 blerjet më dëmtuese që ekzistonin, që ishte blerja e shtëpisë dhe blerja e makinës. Që nuk u këshilloka nga njerëzit ekspert të parave, sepse janë, shtëpia nuk është investim, shtëpia ku ti jeton nuk është një investim, sepse nuk të sjell lek, ti jeton aty. Kurse ti merr këto lekë tani dhe i bllokon aty në një shtëpi dhe blen një makinë që prapë nuk sjell lek, përkundrazi është një humbje parash. Kështu që ti bën 2 gjëra që janë komplet kundra zhvillimit tënd financiar. E kupton? Po, e vërtet për tash, nëse jeton me qera dhe blen një shtëpi është okay për mendimin tim. Po, nëse shtëpia do të haj, për shembull ti ke fitu ky tipi, për shembull një rast që u dha aty kishte fitu $500,000. Tash shtëpia në Amerikë ti e di do bëjnë 500.000, nuk është një shifër shumë e madhe. Tani ti blen një shtëpi makinë pa aq pra ikën ato lekë. Domethënë ti shkon prapë ku ke qenë, tani ke një shtëpi më të madhe për të mbajtur, ke më shumë shpenzime, e kupton? Ke një makinë më të shtrenjtë, se ke bler reti, se në do hapësh bytësh. Po, normalisht se tash profesion jetë kanë. Ndërkohë që mund të investosh ato lekë, të ikë gjingë dërmi nga ju. Një hedge fund, po, e pra do ishte mirë plak, imagjino. Ne edhe në vlerësojmë pak, sepse ne nuk kemi mësuar, nuk kemi kulturë financiare, nuk kemi generational wealth, plak, për shembull, që të kemi pasuri nga gjeneratat, apo dhe të dim të investojmë, nuk dim, plak, realisht, fatkeqësisht. Duhet të mësosh vetë diçka dhe prapë sa ekspert do bësh. Kjo nuk duhet të dekurajojë askënd, gjithë duhet i fulleni dhe të studioni dhe të edukoni vetëm me paran. Sepse është turp që mos të dim akoma. Ne vazhdojmë akoma mendojmë plako si ku gjëja e parë që duhet bësh kur ke lekë është blesh një shtëpi. Por realisht gjëja e parë që duhet bësh plako është të jesh financiarisht i pavarur. Që një gjë që po thjesht nuk e bëjmë asnjëherë. Po edhe nuk e bën dot, po do mendosh edhe kalojnë vite ti grumbullon lek, e po do mundohesh shkryesh edhe grumbullon disa para që ke atë frikën e madhe se kush do jetë goditja e radhës jotja. Domethënë duhet jetë shumë e përqendruar. Nuk është se ke shumë fishek, domethënë dua të investoj këtë, dua të bëj këtë, ose do të bëj atë. Domethënë do ta marrësh mirë të plumit se e ke shumë me pakicë. Dy goditje ke. Do të investosh afatgjat, se kur ti sa ke filluar nuk ke shumë mundësi investimi. Duhet investosh afatgjat. Dhe investimi afatgjat plako, jetojmë në një kohë ku ti me një aplikacion investon, shqipi si investojnë gjithë në kripto, për shembull. Ku bëhet me një aplikacion? Domethënë nuk është se s'ka mënyrë investimi, po unë nuk do këshilloja kripton, por mund të këshilloja për shembull në stok, do thosh si ti investoj në stok s'di, shumë e drejtë. Prandaj merret përgjithsisht aplikacionet serioze në Europë ose në Amerikë nuk ka rëndësi, ti japin ty mundësi investimi që ato ti bëjnë portfoliot gati dhe ti thjesht paguon 1%. E kupton? Nga fitimi gjithmonë. Kështu që nuk do edhe duket sikur që gjë aq e vogël sepse rritja shumë e vogël fillimisht. Ti në fuqose fut 5.000 euro, çfarë pretendon ti? Do bësh 10.000 euro, ku jeton? Çfarë bote jeton ti? Film piramidali nuk është kjo. E kupton? Jo, vërtet. Por ideja është që këto duhet t'i konsiderosh të humbura për 30 vjet. Supozojmë 30 vjet është ti hap të llogarin që mundet të fullesh nga 100 në herë kaq. Edhe shef, se që kanë mbledh. Kështu funksionon.
për të pasuruar veten. Tani nuk di çfarë them. Unë për veten nuk është se jam më mirë se ju, se duket sikur unë kam staku mendin, por që thjesht ne duhet ta bënim më përpara, po meqenëse kemi bëni ju. Ke rahati profeto, se ti se ke bë kotën tjerë. Me që se kemi pas kur atë edhe mundësin nga janë dhe që jetonim në Shqipëri, po mendo për shembull të bësh një plan për jetën tënde kur je 18 vjeç. Do të thënë ke këto mend që ke tani. E thua do kursej 100 euro çdo muaj. Ti në Shqipëri si kishe mundësi, po imagjino ai që jeton jashtë, 100 euro çdo muaj. Dhe kalojnë 25 vjet. Po plako tash, me thënë drejtën që ta bëjmë pak realiste. Pse nuk e ke mundësi në Shqipëri me bëj? Se në fund ditës un kam qenë dikur kamarier dhe bëja për shembull 300.000 lekë dhe 100.000 lekë un mund ta hiqja, sepse unë jetoja me prindit. Nuk është se kisha qira me pagujt. Nëse ti jeton me prindit, bën 500.000 lekë që mund të jetë një rrogë deri ku normale. Është sakrificë, gjithmonë kursimi është sakrificë. Të heqësh 100.000 lekë nuk është fundi i botës. Nuk mund të thosh që ti se e bën dot. E bën. Ti s'do ta bësh sepse ke një stil jete, do të po hiqe prej kafe, bëj një ndryshim, një paketë cigare, një gjë të ta ndryshosh. Po mund ta heqësh 100.000 lekë, nuk është një gjë e madhe. E thon? Gjithmonë në bazë nëse jeton me prindit, se po jetove vetëm që ke fatura, gjona, kalamoj, këtë gjona. Tani ka raste të ndryshme, ne po flasim për në përgjithësi në Shqipëri, është çik me vështirësi e shtetit, se një shtet shifja 100 euro, normalisht mund të shtosh edhe 3 fishin. Po, e drejtë. Po ke vënë për shkak të jashtë shtetit, me që të dy jetojmë jashtë shtetit. Duket sigurisht e lehtë me 100 euro, po sa e vështirë është, se gjithë thonë, se kur të vete jashtë shtetit, unë do të bëj 2.000 euro në muaj, unë pastaj kam 100 euro, mund të heq 500 euro në muaj. Po nuk e heq. Jo, nuk e heq dot. Jo, e vetëm mënyra është që të shkojnë direkt në llogari tjetër, automatikisht të mbahen edhe të maq. Nëse bën atë, shpëtove. Po nëse ta bësh ti manualisht që ti heqër atë 100 euro, asnjëherë. E ta çosh aty, nuk e bën kur. Asnjëherë. Atë mendon profeta tani tash. Edhe ke vënë për shkak që kur fillon kursen, është një sasi parash që aty të fillon të vije keq me humb. Po për shembull, nëse ti ke kursyer për shembull nga 100 euro në muaj dhe ke bëj një mishe nuk të ngrof. Edhe nuk e rrun karme, ton diku nesër për shembull, a di që më di për shembull ja fusi për Spanjë? Po 1.000 euro, më kartë, merr atë 1.000 euro në harxhon. Po nëse 1.000 euro si tashmë është bërë për shembull, se ke prekti dhe thjesht e shefi ditë o që ka bëu 10. 10 që tani plak është ndryshe. Tani ai thotë do ikim në Spanjë, thotë Parikaj, unë kam lekë, do të thonë se kam 10.000 euro, tipo, po pse ti prek ato 10.000 euro, e kupton? Do thënë, është i shifër, kush është shifra jote plagë që? Po bë kjo, unë e kam shumë vështirë me prek. Po ama po ti jetë poshtë kësaj, qoftë edhe 300 euro, atë që s'kam çaj bëj plagë. Më duket për mua ka qenë dikur $5.000. Po të kisha 5 plagë, sikur aty kam ndryshuar për mua. Kur kam pas 5 kam thënë, nuk i prek dot më këto unë tani, sepse jam bë 5, e kupton? Sa vështirë është. Kurse kur isha 3.500 shoh se mund të jesh 4.700, to vaj 4.700, më 1.000 euro dhe $1.000 s'bën nami, kupton? Ti e kupton që nuk janë si gjë tjetër përveç se të gjithë sfidat që sjell jeta, kupton gropat që sjell jeta, domethënë jeti thua unë nuk e lëviz atë peshën time, bap, ja 5 gropa të mira e thua atë qifë. Kupton nga dola në burr. Po këtu kam pas avantazhin se unë i bllokoja për shembull në një investim plagë shumë të shumë të madh, po thjesht i bllokoja që mos të kisha mundësi të prekja, sa unë e dija çfarë mund të isha. Nuk e dija. Po, e çoje ke shok që i thoshte se i majon. Po, i majon se unë punoj në kazino. Ti di si i marr me lekët. Ti marr unë o plagë, mos e brit me një parë. Ti kur do që të vish, çdo lloj ore. Vetëm thuj. Ti vish derës, ora ti di ç'ke, mos i bjer fare derës. Futu direkte, ku të vi me karë, po futu direkte plagë. Dhe le hapën gjerën gjithkohë me që kam lekët tuaja. Kalon këtu është kuzhina, kjo është dhoma atyre të shtëpisë, djathtas është dhoma ime. Futa dhe jetë poshtë. Ai kështu që bëni pak krym. Okej, faleminderit. Atë po i lekë ty pra. Po për ju mishin e dëgjoni. Kush është shifra që juve nuk prekni dot? Ose kur keni filluar të kurseni, nëse keni filluar. Ose ju që doni të filloni të kurseni, po nuk keni arritur shifrën që ju pengon që të shpenzoni. Imagjino, profet. Imagjino tani kish ngaluar 20 vite, e ti kishe bërë këtë kursime. Edhe i qeshe veten me 100.000 euro plus. Po, imagjino. 100.000 euro plus, e burr. Edhe thua ti, kohë që mund t'i bëga me 100.000 euro, mund t'ja dalë. Kjo është durata. Se ke dalë ndonjëherë se s'ke pas asnjëherë disiplinë, burr, asnjëherë. Po, kjo pra është durata që mund t'i japësh fëmijës tënd, disiplina. Fakti që të bëhet që duhet të kursej
unë kam qenë aq dolërshuar me plagë, nuk imagjinoj dot. Do thënë, raste që mund të kesh pas për kursye 100 euro, dhe nuk e ke bërë asnjëherë. Edhe kod në herë, ti shpenzoje kodë, por se ti duhet ta bëje. Se srinin do të aty. Të pli rroba, apo qira, si ku jena modele, kupton? Mama që folëm një herë që Spanja kishte bërë atë për fëmijët e vegjël, siç e ka pasur Gjermania, ka pasur edhe një dy vende të tjera. Çdo fëmijë i sapo lindur do marrë një shumë parash, edhe e tërheqet në moshën 18 vjeç. Edhe e disa lek bëheshin afërsisht. Në moshën 18 vjeçare ndilte me diku ke 45.000 euro. Çfarë thua? 45.000 euro. Po. Është ajo që kemi folë ke prindërimi, mame, po vetëm se ne barën individit, domon familjes, ndërkohë që këtu e paska bërë shteti. Që është nuk është gjë e këndshme plaka. Është shumë e këndshme, po kjo për shembull në një vend tjetër, këtu ku jetoj unë për shembull, është bërë që të ka një nevojë për një lloj incentive aty. Do nuk mund të jetë vetëm kaq të jep lek shteti, se lekët i merr me prindi dhe i harxhon. Këta kanë hapi llogarit bankare plako për fëmijën tënd kur lind, që ti duhet të thotë ai nëse ti fut 2500 në vit, shteti do t'i japi 500. Dhe këtë do e bëj për 15 vjet rresht. Ose 18 vjet rresht, diçka e tillë. Tash po të bësh llogaritjet, bie pavarësisht ai sa thotë ti, 45000. Por nga këto 45000 ti ke fut diku ke 32 ose 30, supozoj, 15 i ka dhënë shteti. Do të thonë ty të shtyn që të kesh një lloj form disipline, ti jep dhe mundësinë të investosh të parat, dhe ti nuk i merr dot. Domethënë i merr po dush, po i more do pagush taks. Ndërkohë që po si more, ato janë të pataksueshme. Pra të kthehet taksa mbrapsht nëse e ke marrë nga rroga. Mrekulli. Edhe kjo të shtyn pak të bësh të gjë, kupton? Kjo nuk është e lehtë, se ky është kleçka që ka familje që s'kan mundësi ta bëjnë këtë gjë bla, me fut 2500. E kupton? Po të fusë 1000 ti jepnin gjysmën e asaj 500, e kupton? Domethënë nuk është se merr asnjë gjë, ti mund të fusë sa më pak, s'ka probleme, kupton? Nëse shteti shqiptar ti jep 250.000 lekë për një fëmijë, 100.000 lekë për fëmijën e parë, 800 për dytën dhe 1.200.000 për tretën. Bie 2.400.000. 2.400.000 lekë. Për 3 fëmijë. 1.400 euro për 3 fëmijë. Sa pan përsa i bien 2.400 euro për vetë? Diku ke Po në fakt shteti shqiptar po të bënte një incentiv të tillë. 20 foli. Që atë 400 euro që mos t'i jap të 400 euro. Po këtu është e bukur me shqiptarët çdo shifër i duket e vogël. Të t'japi shteti për shembull sa se po ta jep një alkool më të madh. Të t'japi për shembull 100.000 lekë në vit, ti thotë çfarë 100.000 lekë në vit apo. Kur të merr atë 400 e merr kështu sikur çfarë të bëj. Ore, nuk e merr atë gjemon. Po, e merr kështu sikur marr një rrogë plago kështu. Mor një rrogë ekstra. Edhe çfarë thua plago se s'kupton fare se jeton aty. Thua bere qaves. Po. Tipit nuk është keqe, por se 400. Ndërkohë, trashëgimi nuk e lën fare, kupton? Se duket kështu sikur ke bënë një gjë të madhe. Ndërkohë ajo shumë haku i fëmijës tënd, dhe ti realisht nuk është se e ke shpenzuar ku duhet. Nuk e di, është shumë e frikshme plagë kur e mendon se si që mendoni gjithë ju çfarë po ju lejnë prindit tuaj. Dhe kur them çfarë po ju lejnë, nuk është thjesht një shtëpi, po gjithçka tjetër që ata punojnë fort, lodhen, edhe nuk e di. Unë do ndihesh kështu sikur po e vjedh fëmijën tim plak, nëse do bëja një budallik në këtë moment. Për shembull, sikur ti të rifilloja cigaren, do më duket sikur po e vjedh fëmijën tim plak. Cigare bëj $20 paketa plak. E kupton? Qëse unë do pi një në 2 ditë ose sa dush 300 në muaj. Nuk është se harrojmë shumë në për fëmijët rrugë, them drejtë. Është shumë e vërtet, pra, po bëjmë sikur jemi prindit më të mirë plak. Jemi kaq të dashur, i marrim fëmijët na një herë i nxjerrim për i darkë të dielën, pastaj rrim me dashnorin gjatë javës. Dhe të gjitha këto që i bëjmë plak, në fund dukemi aq mos i ke ose po, atë drejt. Po ti ishte për ty do rrim me dashnorin çdo ditë. Po, kishte edhe 2 dashnorë dhe mos kishte kohë fare. Po, e drejt, po kaq mundsi kena një dashnor. Por, e vërteta është plak që në fund pretendojmë kur plakemi që pse s'na morin fëmijët, pse s'kujdesemi, kur realisht çka ke bërë për fëmijët? E kupton në një sens, po ta mendosh, në një gjendje më në një portret më të madh. Po, po, sa do të bësh? Ti e kupton që fëmia është burr tani. Ori mund të tekët fare plako të thotë unë duhet të shoh jetën time, do të lej gjitha, do iket jetoj në Guatemala, Azerbajxhan. Po, mund të tekët por çfarë do ta ndaloj prindi? Do të shaj travin dhe fëmia do vazhdoj të bëj atë zgjedhjen e vet të ikin në Guatemala. Sepse në Guatemala është jetë më e mirë për familjen time. Po, okay. Po.
Ore, zërësh vetëm, s'ka as familje. Do të bëj çfarë do. Vjen një moshë që prindi nuk e pranon dot që fëmia është rritur dhe do të trajtojë gjithmonë si të vogël, sikur zgjihet, sikur është ai që do të thotë fjalën e fundit. Nuk ke çfarë bën, kështu funksionon. Po, drejt. Ti profet nga ana jote, ti që e rrugë kaq shumë për fëmijët. Po. Nuk ke një jetë ndë? Ke apo? Po, bra. Po, ti e di që fëmia do rritet edhe nëse s'kritikon për gjë do të kritikoj për tjetër, e di këtë. Po, drejt. Siç kemi bërë ne për prindit tonë, është bashkëpaksh. Po. Do të thosh që nesër unë spija cigare duke të vitë, spija cigare. Se spija cigare ti. Për veten tatë se ke pi, për shnetin tatë. Po, por nëse unë plak do merja, për shembull, po sugjeroj në një artikull që dëgjova që fëmijës tënd, apo e kishte thënë një pasur se më mend, ndoshta Elon Musk pe fuskat. Po thoshin që fëmijës tënd duhet ti marrësh qira. Më duket Jordan Peterson e kishte thënë. Edhe i merrta $300 në muaj. E kupton? Dhe në momentin që ata do mendojnë që legeni babim, do të gjithë baballarët e tjerë nuk i marrin lek, kurse ky më merr mua lek. Dhe tjetër lekun nuk e harxhon, po e kursen. Ja merr atë 300-ën çdo muaj dhe bën 3600 vit, si po pozohet për 5 vjet për shembull, janë $15,000. E kupton? Edhe ti ruan plak ato lekët. Dhe pastaj ja jep se një çank. Mendo të kesh bërë këtë kur ka lindur, 45, edhe 15 u bën 60. Hop, u ble shtëpia e parë. Pra kur është gati ai ose ajo televizja e shtëpisë, ti ke dhënë një ndim, po unë se kam pas këtë ndim. A dhe ti se ke pas. Po mendo sikur me vërtet ditën që do duhet të jetoj vetëm, thonin, "Okay. Na $50,000. 50,000. Do thoshë s'është shumë, nuk është shumë plak, po është një ngrohje shumë e madhe, se është për mirë se ti je pa me zerr. Ai që mendoj për vetë, është për të prit pak para se t'ja japësh atë, me që do t'ja japësh i zgjerçarit që Jo, si 20 vjet. Ku mund t'i fluturoj ato lekë? Madje nuk jepet as 25, duhet ta shohësh që ai është pjekur, domethënë duhet të shohësh me vërtet pjekur i jetë, sa mund të jetë 30 ajo, të bën diferencë. Fix fare. Ore fix, e di ku është momenti, mase kur bëhet me fëmijë. Nuk mendon. Jo, unë kam pas përshtypjen që fëmia të pjek, por realisht kam njohur shumë njerëz me fëmijë që nuk janë të pjekur fare. Nuk është thjesht ajo ideja që do t'i marrësh ato lekë dhe të përdorësh për fëmijën pak. E kupton çfarë do të them, mase për këtë arsye mund të shtyesh edhe ti vetë, thuash po e lej dhe unë cigaren, ose po i marr ato lekë që pas kanë qenë të mia, ëh. Nuk është gjë e keqe. Në një herë dhe lekët që të vinë kështu lehtë janë lekë që qylja, si lekë droge. Edhe fëmia mund thotë, "O qia rof, më dha babi $50,000, unë tani mund të pi cigare." Se do e lija se kisha lekë, po tani ja bërë solja i $50,000. Gjëja parë herë të blej makinë herë. Se kam pa një. Që ta çojnë shkollë mirë atë fëmijën. Një C klas 63. Ja, ma ge. Ezën e put marrën për një herë. Po, vëllai. Edhe gjë tjetër kam pa për shembull një familje që punonte fort fare. Arriti të binte shtëpi në Amerikë, tonin prindit katin e parë, fëmijët në katin e dytë, edhe mas shumë vitesh, çuni normalisht gjeni gru dhe zgjedh të ikë nga shtëpia. Ndërkohë që kishin komplet shtëpinë në dispozicion, domethënë katin ziur. Sakrifica e prindërve plakut që të arrinin edhe shtëpinë nesër fëmijët dhe marrëtonin se një çun kanë vetëm. Po sakrifica ishte që këta fitonin bashkë. Po. Dhe nuk e kishin parë, si ato familje shqiptare që çketi se katin e parë ja mbon motra, ëh. Okej, dhe çfarë bën fëmia? Normalisht do privatësinë e vet. Largohet. Po pra prindi nuk e pranon, se do aty, e do prezent. Shumë vërtet. Do të haj drejt, ta shoqëroj. Po, ndarja e parë është e dhimbshme, drejt. Edhe ti po e pret në besë familjen tënde sepse kanë sakrifikuar kaq shumë për ty. E ti çfarë bën plako, bëhesh 35 vjeç i ditë dhe thua tani unë do jetoj me gruan time. Si e shoh unë e shoh që fëmia nuk i detyrohet gjë prindit, kurse prindi detyrohet fëmijës. Kështu e shoh unë. Kështu që unë atë momenti që ti bën fëmijë plak merr parasysh që ky fëmijë do rritet si ty. Si ti e ndjeti ditën e parë që je shkëput nga prindit. Je ndjer shumë mirë plak. Je ndjer i rritur. Je ndjer që tani un kam jetën time në kontroll, mund të bëj çfarë dua, mund të deri vonë, mund të bëj çfarë të dua. Do jam i lirë dhe nga ai moment nuk kam më kthim mrapa. Nuk kam taku dikë që thotë unë do shkoj të jetoj me prindit. Prapë sepse më ka marr malli. Nuk ka, sado që ne i duam gjithsesi. Nuk ndodh. Po nuk kam më kthim mrapa, nuk jetohet me prindit e burr. Me kërish pra, domethënë, ajo është një proces që ti e di, nëse je prind me dy para mend e di që do ndodh dhe e di që është e rëndësishme për atë. Se ti sa dede do jetë ai fëmijë plako sa më gjatë kjo gjë shkon. Në vi moment që do bëhet aq i lidhur me cicën, sa që do cicë për.
Unë këtë se pranoj nga prindrit në vetvete që të mbajnë aq afër gjithkohës, edhe kjo mënyra që ta mbaj fëmin aty dhe të jetoj sipër kur të bëhet nesër me fëmijë, se egoizëm dhe jo plak, se po bën për veten e vet. Jote i bën gjitha për ty. Po, bravo. A mund ta pyesësh fëmijën a do t'i thosh me ne? Po, s'është. Domethënë nuk është se e merr parasysh fare. Altruiste do ishte plako, shko të kena blej kondo ose të kena blej një shtëpi tjetër, ik atje me gruan jeto. Kjo është altruizëm. Dhe nëse ai thotë jo, unë dua të rri me ju, okay. Por jo, unë do të rri me mamën e babit. Po, por e vërteta qëndron që nëse vërtet ti do të thosh gjithmonë që ik, edhe nëse është e dhimbshme, sepse duhet dali nga strofulla, plak. Nuk mund ta bëj këtë gjë. Po ne thjesht jemi kaq obses plako me këtë gjë, për të dukur, për t'i pasur këtë gjëra, domethënë. Nuk e di. Ne si kemi pas mundësi, po e vërteta është plako që tani prindi edhe në Shqipëri duhet kuptoj që 18 vjeç do të thotë fëmis të paktën. Ti shtëpinë këtu e ke, po mundoje të lëvizësh vetë, kuptosh ç'është jeta. Provojmë, kupton, me një punë që ke. Domethënë vetëm gjë që do justifikonte. Edhe hajde pra. Po e vetëm që do justifikonte, nëse ti po mban fëmijët në shtëpi, është që fëmijët kursejnë. Ç'a kuptimi ka plak që unë të mbaj fëmijën tim deri 30 vjeç në shtëpi dhe fëmia im nuk ka kursyer asnjë gjë. Nuk ka kuptim. Se do thotë do bëj qef. Okej, më qefin do e bëj, por nuk ka kuptim nëse do rish me mua. E kupton? Se unë po të kursej atë qiran që do paguaj. Zez do paguaj qiran, kur. A do paguaj qira? Do ndajemi shok, do ndajemi dashën tënde. Po kështu transformohet ai dedeja, kur na fat gjatë. Një person plako që i thot nona vetë mos bëj asgjë. Kur fillon i futet kuzhinës, po e thot nona, jo, ta tregoj unë se si bëhet. Jo, mos na bëj recetë, jo. Mos të bësh gjellën ti. Ka, okay. Mos i fut duart e ke enët. Mos e prek të. Jo, mos i vej pjatat ashtu se i vej unë të lavës së vite, i vej kështu. Unë më shumë probleme. Po i ka të na rrojë karë. Më shumë probleme ka pas plako sepse para ca ditësh me një ca familjar bëm një diskutim plak për çështjen se si prindi tan për shembull, në rastin konkret ky person që po flisja unë, e kishte lënë gjithë pasurinë e prindërve të saj, e kishte lënë vllajt të saj, e kupton? Pra, të dyja motrat ishin bashkuar në moment që ishin martuar, njëra ka ikur jashtë shtetit dhe tjetra jashtë shtetit dhe vllajt i dhanë, okay, shtëpi. Shikon që do lën fjalët e saj, pra, motra për vllajin, shikon edhe. Po i jep jetën dhe vetë, bravo. Dhe tani i dhanë shtëpinë atij vllajit. Dhe unë kështu nisi diskutimi, thash, "Gjë, mua më duket sikur i ke vjedhur pak fëmijët e tu." Po pse ajo është e drejta ime, tha, trashëgimin, domethënë ata kanë të drejtën ta sipas mendimit të saj. Ka të drejtat të marrin çfarë un kam krijuar në këtë botë. Por jo çfarë babai im ka dhënë mua. Ajo është ato unë mund të bëj çfarë du. Ore ti mund të bësh çfarë du, thashën, edhe me atë që ke bë vet. Në një sens. Problemi është e ke vjedhur fëmijën tënd sepse fëmia jon tani kishte një pjesë aty që s'e ka më. E kupton? Ti nuk e doje edhe vllajt tënd, that's okay, s'ka problem. Por në një farë forme e ke vjedhur fëmijën tënd. Dhe i gjo e ke dhënë se edhe ke dhënë gjo falë za kot, nuk e du. Ndërkohë që ajo është një gjë që mund të jetë në funksion të fëmijës tënd nesër, se ti nuk e di si do shkojë puna fëmijës tënd. Larg qof fëmia jot mund të jetë në një aksident nesër, përfundon karrocë ti vdes me burrin tënd, tani ai ngelin karrocë pak minimumi të ketë sa lek. E kupton të ketë atë shpinë atje, it's okay. I duhet thjesht duhet japësh aq sa mundesh. Sepse ti nuk e di jetën. E kupton? Po njeriu do ta fshejë kështu këto gjëra. Ka pas raste plot si këto që po thua profeta që sidomos në Shqipëri, se ta e kanë shumë kollaj këta të hujet. Janë që më ndryshe, e ke më nëre? Të hujet plagë nuk heqin dorë nga asnjë gjë. Jo. As du me ditë. Dhëm plagë. Problemet e shqiptarit diskutohen gjithkohës. Zemë çorap, kush do ta marrë pilan pjesë? Po në Shqipëri, duke qenë se është vend shumë i varfër. Shumë i varfër. Mos shihni Francesca Moratin. Normal, nuk është Shqipëria Francesca. Ma bukën e. Francesca si zemër, ikra. Dia Francesca. Çfarë bën profeta? Mamën që një kohë kam pasjetuar 2-3 familje brenda një shtëpie. Edhe mund të jetonin akoma biles, po të shohësh të emigrantët që siç lëvizin në Amerikë, 10 korçare me një shtëpi u. Mora rastin korçar se ata njëp si rast konkret. Përshëndesim të gjithë korçarët. Okej, be korçarët more. Nice. Eto mori e mira. Njëri vendos të lëvizin nga shtëpia, tjetri në Shqipëri kujdeset për pleqt. Po pleqt nuk janë pleqt, mos harro. Pleqt janë 50 vjeç. Po, ato vazhdojnë punojnë. Edhe do shkojnë. Po, mëre. Po, vazhdojnë punojnë, majnë rrisin kalamajt e këtij, çojnë për shkollë, vazhdojnë punën derisa doti në moshën e 75 vjeçare. Se marrin dhe rrogë. E pastaj marrin një pension e me radhë. Djali që nuk e lëviz nga shtëpia, kujdeset deri në momentin që vdesin pleqt.
që mund të jetë mosha edhe 90 vjeç, nuk do të thotë gjë fare. Ky ka qenë 70 vjeç. A drejt, ky ka qenë modeli dikur. Ky ka qenë modeli. Ai e mbante shtëpinë, ai që pleqëronte prindrit. Apo jo? Po. Dhe përgjithsisht e kishte si detyrë i madhi, pa çka se nëse i madhi emigronte, pastaj takonte të tjetrit në radhë. Po, ky ka qenë tamam si një rregull i pashkruar që takonte shtëpia atij që mbante pleq. E ke thënë ti dhe e ke thënë shumë bukur. Nëse personi tjetër nuk është në gjendje të mirë ekonomike, do ta kërkoj pjesën e vet. Edhe se ta ka dhënë. Qose s'ta ka dhënë me pirë, kanë fjalën ta ka dhënë vetëm me fjalë. Se ç'bëhesh në Shqipëri e vur. Drejt. Do ta kërkoj nga halli, Nuk ka bukë të japi fëmijës vet, të japi çunit, ti çoj në shtëpi. Ç'do të bëj? Vur do vike ty të thotë, nuk kam çfarë të bëj, do ta marr pjesën time. Po. Ky nga ana tjetër, çuni që ka jetuar me pleq, ka rrit fëmijët në vorbullën e pleqnis aty, Është zë me grunë izateri shketi, në ditë. Po, kur rritet mes sherrave pikë fare sepse zihesh për çdo gjë, ku lajmet, në kup qiellit. Ka dhe ca anë pozitive. Mund të ketë këtë negative. Kush janë ana pozitive? Janë pozitive është për shembull që fëmijët ndonjëherë mund të i mbajnë prindrit. Që duket sikur është ndihmë e madhe, po për ata që kanë fëmijë është ndihmë e madhe. Po unë nuk do të ndoja si ndihmë, po ca e konsideroj ndihmë, sidomos shumë ata që jetojnë jashtë, lago e din shumë se sa shtrenjta janë këto daycare-et. Nëse, po rasti konkret është që shumë këto që jetojnë jashtë përgjithsisht plago ndihmojnë këto familje që kanë mbajnë babain ose nënën. E kanë vënë re për shembull, çojnë ai lek. Ka babai nevojë për një po jo jashtë shtetit, por brenda Shqipërisë apo e kuptoj pra. Thjesht ka lëviz në shtëpi. Po them pra, brenda Shqipërisë thotë thjesht ka lëviz në shtëpi. Po në kush lëviz jashtë apo? Dhe në atë rast, nëse babai ka nevojë për një operim, supozojmë, vëllai që po i mban, nuk është se e ka i për detyrë për ta paguajtur. Me shumë mundësi do mblidhen gjithë apo jo. Nuk është se ishte gjithë barra aty se i bi pasaj që ti thosh, babai ka plagë domethënë një operim 5.000 euro, okay, plagë ti po e mban ti do marr shtëpinë, pagohet ti se kështu i bi. Po ti pastaj të ngjarësh një bëllqyer, apo jo? Nëse po mban babain tat, unë jam totalisht dakord. Po vjen një moment që ti po mban thjesht. Ti po mban thjesht guackën e babait tënd. Po vali. Kupton? Po çon nga vizita në vizitë, madje çon edhe gruaja, madje çon edhe infermier, nuk ka rëndësi se kush e çon dhe kush e pagon. Ti je aty, sepse ti do jesh aty kur ata ta sjellin në shtëpi. E kupton derisa ai do vdesi. Pra fjalë nëse ai vdes 90 vjeç, ti ke shkuar 65 vjeç. Konsumuar jetën tënde. Dhe tani, po, ka ikur jeta nga durët, je e zaruar komplet normalisht. Tani vjen vllai dhe thot, çfarë do bëjmë shtëpisë? Mirë, do të kuptosh edhe këtë. Ka gjithmonë një opsion. Sepse unë për shembull mund ta bësh mohabetin kështu plaka. Në momentin që del në shtëpi mund ta bësh kështu. Kjo është thjesht për sugjerim për ndjekësit ose unë me Luçfenin që na hongër karën për këtë mohabet. Kështu që ideja është jo, për ka hongër karën, unë ngra pjeth për vetë. Po, drejt, shumë. Tani, e vërteta është këtu, ti mund të thosh nëse ke vëllezër motor në karantinë. Dgjoj, kemi gjithë mundësinë për të dalë nga shtëpia. Nuk ka asnjë me detyrim që të rinë në shtëpi. Nëse do zgjedhësh të rish në shtëpi me prindit, është zgjedhja jote. Nuk mund të na mbash përgjegjës nesër. Prindrit e janë se në momentin që ju do ikni, prindit janë akoma të rinj, po mund të janë 45 dhe 49 dhe 50. So, ky është momenti për ne të ikur. Secili lëviz shtëpinë vet me gratë e tyre, me familjet e tyre dhe jeni në rregull. Nëse zgjedh të rish me prindrit, sepse do të kursesh për qiran, atëherë jemi ne duke të bë ty nder, duke ndëjë aty, domos e shif si gjë që ti po bën nder. Ti do marrësh prindit, po ama nuk do paguash qiran. Ne të tjerat po ikim për të paguar qiran, nëse gjithmonë po ikim. Atëherë edhe unë dua të lëviz për vetë. Po pra, atë do të them. Ne kemi gjithë mundësinë për të larguar. Po zëre se largohen gjithë dhe i lën prindit vetëm. Po, prindit do jetojnë vetëm sepse janë akoma 50 vjeç, do kenë mundësi në momentin që prindit do kenë nevojë për ndihmë, aty është momenti pastaj që të tre do zgjedhin të bëjnë diçka, ose për shembull dita familje që kanë bërë që prindit shkonin me radhë, 2 ditë ke njëri, 2 ditë dy të tjetri, nëse nuk të pëlqen kjo, tjetri pagon lek për një shërbëtore, për një dikë për ta ndihmuar, ose thjesht shkon vet, e ndihmon, shkon për shembull i pastron, tjetri shkon i lan rrobën, do të gjesh një mënyrë plago. Por nuk mundet të thosh, okay, ti që po rri aty, ti kthe, po flasim për pasurinë më të madhe të prindëve të tu, një farë pike, ëh. Disha shoh profetoj që gjithë ata që nuk tregojnë të hapërt me familjarët, gjeni mënyrë për ta shlyer nga vetja, për ta heq. Do thonë në rastin e parë që ai ka nevojë thotë, lekë do ja hap unë. Ose këtë do ja bëj unë. Pikërisht pra. Dhe problemi është që detyrimet i kanë të tre. Supozojmë që janë 3 fëmijë. Ata që kanë ikë dhe ai që është në shtëpi. Por ama fitimin e merr vetëm ai që është në shtëpi. Ai merr dhe stresin, nëse e kanë në shtëpi. Po regardless. Po ti nuk je jetuar me pleq. Ti nuk je jetuar me pleq në shtëpi. Nuk kam jetuar me pleq, është vërtet, shumë vërtet. Masë duhet të besoj që nuk është fare e lehtë. Nuk është, unë imagjinoj që është e lehtë plak sepse unë e shoh se si mund të bëhen marrëdhënie të pas në shtëpi. Këto një keq kuptim, një fjalë gjë, imagjino ta kesh në shtëpi
Imagjino kur kanë shumë nevojë për ty e gjëra të tilla, se diskutoj fare. Po, që është shumë vështirë. E di çfarë është tjetra, që është katastrofë fare. Imagjino 2 pleq që jetuan deri në moshën 90. Jetuan 5 vitet e fundit në krevat dhe çuni që po i mante në shtëpi, i merrte hopa plak, edhe i çonte nga krevati në banjo, në BC. Çdo ditë. Në drejt. Vllai që jetonte jashtë dhe tha, e di çka do ta marrë atë pjesën. Kështu që ka diçka që të shkon këtu në mes, e kupton çfarë do të them për vetë? Po këto gjëra nuk kemi totalisht të barabartë. Po pra kjo është, domethënë gjëra duhen bë para se të nuk duhen lënë në ajër. Prindit tanë dhe shqiptarët kanë tendencë të lënë gjërat në ajër. Nuk duhen lënë në ajër, duhen thonë. Nëse ti thu që në fillim plako unë nuk keq dorë nga kjo shtëpi, do iki, po nuk keq dorë. Dhe tjetri thotë, edhe unë kështu do bëj. Okej, atëherë mbajeni këto prindër, do i thotë ai treti. Do se ç'është ky muhabet, unë ti maj edhe ju merrni një tre s'ka kuptim. Nëse si dakord me këtë gjë. Apo jo. Por mos harrojmë që prindit e kanë dorë gjithashtu vetë. Nëse ako që janë gjallë, nëse ti i mban dhe i mban mirë, ato lënë një testament për ty dhe vetëm ti e ke, se kanë dorë fëmijët e tjerë. Fëmijët e tjerë kanë dorë vetëm kur ti ai vdes dhe s'ka lënë testament, e kupton? Nëse ai lë testament, s'ka më aty. Çfarë rastësh më? Nëse është shumë vështirë. Prandaj por në një podcast tjetër do diskutojmë një video që kisha ruajtur që për këtë shkoj shumë. Po një gjë të afërt të tillë. Po do të bëja pyetjen që kisha deri në fund. Apo do ta bëj podcast tjetër. Ta bëj podcast tjetër? Podcast tjetër. Do ta bëj podcast tjetër. Ç'ke do të se fillova podcastin tha do i bëj pyetjen në fund. Gjithë po presim pyetjen. Pyetja podcastin 2.0. Isha te pjesë. Që në të pjesë plako dhe s'ka si pyetje. Nëse. Na thoni çfarë mendoni? Ç'është më e drejta? Kush nga ju jeton me prindit? Kush nga ju do të jetojë me prindit? Kush nga ju s'do të jetojë me prindit? Edhe kush meriton pasurinë e prindit? Kush jeton me dy gjyshit gay? Po, bravo. Dhe kush mendoni ju? Quhet vjedhja ndaj fëmijës tënd, nga ana financiare gjithmonë. Pra një gjë që ti bën jetën e përditshme, që të duket që në një farë forme po i vjedh fëmijës tënd të ardhshëm. Çdo gjë. Për shembull, je duke harxuar i lek kot fare, kur mund ta harrosh atë lekun dhe s'kepse harxhon kot. Si e mendoni? Kam pas dhe i shok në fakt ta mbyll me këtë, që plako kishte blenja 5 makina, vdiste plako për makina. Edhe nuk është se kishte lek, nuk kishte shtëpi plako, jetonte me qira. Edhe normalisht lindi pyetej, o plako, çe do bë plak se ke dy kalamoj vaj karin, e thon? Klasikari për kalamoj plako, unë këto shefe kam. Ato i solla këtu në Amerikë, edhe ato tash jetojnë jetën e tyre, unë e bona time. Do të thonë ai thjesht e kishte mbyll me kalamoj. Ju kam sjellë në Amerikë. Po më. Ja, s'doritë kalamoni, kur t'ia përmendin gjitha. Edhe pastaj fillojnë krijojnë probleme midis kalamonit dhe prindit. Po ti më burrës, nuk kishe mundësi të shisje paktën nga 4 makina apo jo babë se unë kam fiksime biti. Nuk i blite njëri, kot papi. Kush i blite pastaj? Blite makina, por nuk ja blin në mbrapsht. Nuk i shisje dot, nuk i blite njëri. Po ti pse i blije? Po pse vazhdon të blije? Unë sa rrugën ai lek i investoja ke makina. Sri durët babit. Babi. Vetëm investon. Po pse nuk hapen një gjë? Ke mami ke babi. Ke mami ke babi. Po çfarë ka ti po shko aty bëj udhësolla në Amerikë, bona njerie, të dhash shkollën, të dhash gjuhën, apo gjuhën e fitove vetë se ishe e vogël për atë. Të dhash çfarë dash? Dash patatina për pampersat, gjitha. Ska si fëmijë, profeto. Nuk e çaj bën. Po. Çfarë bën fëmia, s'ta bën perenia. Perenia nuk ta bën për zotin. Nice, kalofshi mirë, na shkruani në koment çdo gjë që juve mendoni ndryshe, që mendoni njësoj dhe gjithë sfidat tuaja, një gjë që mendoni që zëri sigurisht në podcast me ne, dhe ne kemi lënë një gjë pa thënë, po të thosh ti në koment. Mos harro na mbështesni në Patreon sepse aty ka vërtet rëndësi çdo gjë. Po. Patjetër. Ne do bëjmë këtë profeto, që në lidhje me këtë temë mund ta rihapim, po duke lexuar edhe komentet herë tjetër. Po më shkruajt komente interesante ti lexoj, të drejtë. Po, jo komente ç'a bëre ç'a jo komente, bravo, jo komente për shembull, na keni rrit Karl me këtë temë. Për shembull, okay. Do mund ta shkruash te komenti, po këtë nuk do lexoj. Okay? Ose do lexoj edhe këtë dëshirë ose rritnin. Lexoj për gjitha. Lexoj. Ikëm, andale, ikëm, ciao. Jeni shumë mirë.